Zonja Këze, përshëndetje. Sali Berisha është bërë kryeministër, Edi Rama jep ndërheqjen. A është më mirë tani? Si mendoni, është më mirë kryeministër Sali Berisha apo Edi Rama? Të hajë edhe hajtë Sali Berisha ka ngrënë. Po, më ke rafi si ja po gazi botës. Lutem, mund pse është më mirë Edi Rama se sa Berisha? Sepse i takon. Jo, po pa të rafme. Pse është më mirë? Po pra mos E di ku ta hes këta, po e di ku ta hes andej. Hajde mbyllë. Kush është më mirë, Berisha apo Edi Rama? Lutem, vetëm O të fshiftë me gjithë Berisha dhe me një suratin ta. Po jo mu. Po pse? Mbyllë. Po thuaj më qi, kush është më i mirë? Edi Rama është. Po pse është më mirë Edi Rama? Edi Rama është Ha çfarë është? Është shumë i zoti, të do e thoj edhe unë. Që të përcasin ty është. Është më i zoti Edi Rama, prandaj 12 vite, sa vite duhet të jetë në pushtet Edi Rama? Ore djale, nuk more veshti sa herë të rrava deri atje po. Akoma kërkon të rriesh o i Jo, unë di. duj mendim prandaj. Po, edhe në shpullë më rram myti farë. Ama të që mbylla ata te. Po më duket se ka vendosur për të hequr pensionet. Po nëse heq Edi Rama pensionet, prapë do e doni Edi Pensione Rama. do t'i shtoj Edi Rama, jo po t'jashtë. Ja, o zore Edi Rama në gol. Tani më mirë Ose është zore Edi më mirë në Edi gol. Rama apo Erion Veliaj për kryeministër. Të dy janë një lloj. Sa ke Edi Rama së rrati jotë. Po pse? Mbyllë gojnë thash. Këndame, kujtet për qafoj qik tani. Për qafoj qik tani për pagje se është bëjë gjithë një e pa. Edhe ajo vajta, do në të të më merte një të vitë. Jo, thjesht i mendim se ti... Mbyllë më drykën. Oke, ndrejnë, flisni ju, po. Më thuaj edhe njerë. Më thuaj dy gjëra pse se ka shumë probleme tek njerëzit që thonë që Edi Rama... I marin që keqen. Po nuk e duan njerëzit pra, si... Ka premtuar pensione, nuk i ka rritur. Ka premtuar për të rritur rrogat, ka rritur vetëm administratës. Mbyllë drykën. Më 1 tetor do t'i rrisje Edi Rama pensionet e fukarengve. Ju sa keni pensione, jeni e kënaqur? Unë jam shumë e kënaqur, që unë kam punuar. Më mirë, Edi Rama apo Enver Hoxha sipas jush? Të dy një lloj janë. Të dy një lloj janë. Berisha jo, s'bëhet fjalë. Ju bëf smungur edhe hëngër. Sa vite duhet të jetë në pushtet Edi Rama? Është mandati i tretë që po mbyllet. Sa? Është mandati i tretë që po mbyllet, 12 vite bën gati Edi Rama. Edi do ta mbaj derisa të ketë syt në ballë. E sa ti ekin këmbët dhe duart, Edi Rama do jetë në pushtet. Është më i zotit. Po qafoj pak tani se ne jemi po qafoj pak ai është në pushtet. Se është kriju ideja që ne jemi armiq. Ne duhet. Mbyllë tani paskara. Mbyllë tani aty. Hajde roj Edi Rama. Hajde të po qafoj pak tani, Je shumë e mirë,